Mirë, jemi rikthyer sërish dhe për të ndalur në fakt edhe në çështje të tjera. Ne sigurisht që do të shohim zhvillimet kryesore të ditës. Një ditë më parë është ndarë nga jeta ikona e kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa dhe jemi në këtë moment edhe në kuadër të homazheve që bëhen. Po Besit, përshëndes sërish. Ajde të përshëndes në fakt që për orës 10 ka nisur homazhet në Teatrin e Operës dhe Baletit, ndërkohë që miq dashamirës bashkëpunëtor të Margarita Xhepës kanë ardhur për t'i dhënë lamtumirën e fundit të saj gjatë këtyre homazheve. Vetëm disa sekonda përpara se të nisnim këtë transmetim, në fakt kanë ardhur për të kryer homazhet edhe disa nga figurat e politikës, përfshirë këtu ministrin e Drejtësisë zotin Ulsi Manja, ministrin e Brendshëm dhe po ashtu edhe pak më herët ka qenë edhe Lulzim Basha. Ndërkohë kanë qenë të shumt aktorë dhe bashkëpunëtorë që kanë punuar me Margarita Xhepën ndër vite për t'i dhënë lamtumirën e fundit, ndërto edhe Luftar Paja dhe aktorë të tjerë të mirënjohur. Të paktën përpara kamerës, krahas ngushëllimit që ata shprehin, thonë se ka qenë një nga, le themi, mentorët më të mira të artit shqiptar, mentorët më të mira të aktrimit dhe, le themi, një model frymëzimi për shumë aktorë të rinj të cilët, le themi, kanë zhvilluar këtë lloj profesionin e aktrimit në fushën qoftë të teatrit apo edhe më gjerë, ku spikat në role të rëndësishme të kryesisht të dramaturgjisë po ashtu shqiptare, por edhe në role të huaja dhe dramaturgjisë së huaj. Në ndihmën operatorit mund shohim të momente Aida dhe disa nga pamjet në koreale ku të shumt janë qytetarët, eksponentët, bashkëpunëtorët të cilët vinë për të kryer me buxheta në duar për të bërë edhe homazhet e tyre në hallin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Kujtojmë këtu Aida se ikona e kinematografisë shqiptare ndroi jetë në datën 3 prill pasi festoi 91 dhjetorin. Margarita Xhepa u shua në një spital privat në Tiranë, ku në fakt po trajtohej për shkak të problemeve që kishte shfaqur kohët e fundit, problemeve pulmonare. Aktore në fakt lindi në datën 2 prill të vitit 1932 në qytetin e Lushnjës, prej ku nisi epat e parë karrierë saj. Nga viti 1950, aktoria Margarita Xhepa u aktivizua si artiste në teatrin popullor, ose sot siç njihet në fakt Teatri Kombëtar, dhe njëkohësisht edhe në studioi njëkohësisht në liceun artistik në degën e dramës. Ka interpretuar një numër të madh rolesh, të paktën mbi 150 role në teatr, ku përmendim në fakt disa prej tyre: Majlindën tek filmi Majlinda, Dafina te lumi i vdekur, Flia te Cuca e maleve, Zonja Mëm te Kush e solli Dorontinin. Por gjithashtu ka qenë edhe një sër rolesh apo dramaturgjisë botërore, ku mund të përmendim disa nga rolet si Ofelia tek Hamleti, Vajza e dytë te Mbreti i Lirë, Dado tek Romeo dhe Julieta dhe po ashtu edhe mbretëresha Margaret tek Ricardi i III i autorit Shakespeare. Dhe po ashtu krahas këtyre roleve janë të shumt edhe, le themi, dramat që ka luajtur dhe kryesisht në fushën e teatrit. Në fakt ka pasur një numër të konsiderueshëm, edhe pse kanë kaluar rreth 1 orë e 20 minuta nga nisja e këtyre homazheve, të cilat pritet të përmbyllen në orën 13. Kanë qenë një numër i konsiderueshëm personazh të cilët kanë ardhur për t'i dhënë lamtumirën e fundit aktorës së mirënjohur Margarita Xhepa, dhe po ashtu në fakt një pjesë edhe e tyre kanë dhënë edhe disa deklarata për media, duke shprehur kështu ngushëllimet, po ashtu duke vlerësuar rolin e saj si aktore, si një rol shumë të rëndësishëm, një rol i cili, le themi, ka qenë frymëzues për shumë prej tyre. Një pjesë e tyre, le themi, kanë qenë në vizionin e saj sa i përket luajtjes së roleve dhe gjithë, le themi, profesionit të aktorit, dhe kjo ndarje nga jeta Margarita Xhepës patjetër që ka pikëlluar persona të shumt, e veçanërisht miq, bashkëpunëtorët dhe familjarët e Margarita Xhepës. Edhe siç mund të shohim me këto pamje në koreale, në hyrje në shkallët e Teatrit të Operës, ku ne jemi në fakt pozicionuar, hyjnë dhe dalin njerëz në thuajse në të gjithë kohën, në të gjithë orët, dhe pritet që këto homazhe Aida të përfundojnë në orën 13, pra dhe për rreth 2 orë gjysmë do të zgjasin këto homazhe, dhe më pas edhe do të përmbyllen për t'i dhënë në fakt edhe lamtumirën
e fundit aktorës së njohur Margarita Xhepa. Ndërkohë, përveç artistëve, po përsa i përket politikës, nisur ndoshta edhe ngushëllimet që mund të shprehur edhe gjetjes së dieshme, por të nderimet e fundit që i bëhen gjatë ditës sotme, kush ka qenë prezent, Besi? Edhe tani që ne po flasim në fakt pas krave të mia, po e kemi pak pamundur për të zhvendosur më pranë për momentin, ishte edhe Teti Blushi, i shoqëruar nga Erisa Xhixho, nisë të këtij komunikimi së bashku, kanë qenë përfaqësues të Partisë së Lirisë. Kanë qenë edhe persona të tjerë, përfaqësues të Partisë së Lirisë, por ashtu kanë qenë edhe, le të themi, ministri i drejtësisë ishte pak momente më përpara. Jemi pra në homazhet që zhvillohen do të zgjasin deri në orën 13:30 për t'i dhënë lamtumirën Zënës Margarita Xhepa, e cila u nda vetëm ditën e djeshme, në fakt, nga jeta, duke lënë pas një arkiv, një thesar gurjesh zakonisht të rëndësishëm në artin shqiptar, në kinematografin, në teatr, dhe me dhjetra çmime, të cilat pra ne edhe i kemi sjell në fakt në vëmendje që nga dita e djeshme, ndërsa këto janë nderimet e fundit në fakt që i bëhen. Më herët, Besi, të paktën ministra, kryeministri, përfaqësuesit më të lartë politikës kanë qenë aty? Kanë bërë pra homazhe e tyre? Po, jo, dua të kuptoj tek nivelet kuadrit ministrave, kryeministre, kryetarët e partive, figurat kryesore politike në vend. Deri tani, sa i përket personazheve politik që kanë marrë pjesë, janë vetëm ato që si përcitova pak më sipër, pra nga ministri i drejtësisë, ministri i brendshëm, Erisa Xhixho, le të themi disa eksponentë të tjerë, por deri tani ende nuk kanë ardhur as krerët e partive më të mëdha, pritet që në vijim të vinë në fakt edhe të paktën pritet që të vijë edhe zoti Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike dhe persona të tjerë. Sigurisht që në fakt homazhet kanë rreth 1 orë e 22 minuta që ka njësur që prej orës 10 të mëngjesit, ndërsa pritet që në orën në vijim të ketë edhe pjesëmarrës të tjerë sa i përket politikanëve, ministrave apo eksponentë të tjerë të rëndësishëm të politikës, të cilët do të vinë në fakt këtu në holin e Teatrit Kombëtar për t'i dhënë edhe lamtumirën e fundit aktorës e mirënjohur Margarita Xhepa. Por deri tani kanë ardhur vetëm ato politikanë që unë citova pak më sipër, por besojmë që në orën e vijim do të jenë edhe pjesëmarrës të tjerë të, le të themi, të politikës që do të vinë për të dhënë lamtumirën e fundit, dhe po ashtu numri më të lartë paktën të atyre që kanë marrë pjesë në këto janë kryesisht dashamirës, miq, familjar, por edhe shumë prej kolegëve të aktorës e mirënjohur Margarita Xhepa, të cilët në një pjesë të mirë të rasteve kanë ndarë edhe role me ta, kanë ndarë edhe skenët ku kanë interpretuar role të ndryshme, qoftë sa i përket teatrit dhe role të tjera ku aktorja Margarita Xhepa ka luajtur në të paktën, le themi, 50 vitet e saj të karrierës. Ndërkohë, Besi, përveç asaj që ndoshta është pjesë e politikës, unë do doja të dija se çfarë emocionesh kanë ndarë kolegët gjatë kohës që ti ke qenë aty, kolegët e së ndjerës, si e shohin në këtë moment, çfarë kanë zgjedhur të ndajnë sot? E shohin si një kolegët, bashkëpunëtorët e shohin si një humbje të madhe të skenës shqiptare, e shohin si një humbje të madhe sa i përket kontributit të saj të vyer që ka dhënë në fakt në fushën e aktrimit, të një pjesë e kolegëve midis fjalëve kanë qenë të përlotur dhe të ndjerë patjetër të pikëlluar nga kjo humbje që ka ndodhur, pra nga humbja e jetës së Margarita Xhepës, dhe shumica prej tyre e konsiderojnë si një ikon
të skenës, e cila ndoshta nuk mund t'i vi kur më skenës siç ishte Margarita Xhepa. Pra ndajnë momentet dhe ndajnë, le themi, reflektimet më të mëdha profesionale dhe vlerësimet më të mëdha profesionale ndaj saj, e po ashtu shprehen se nuk mund të vijë një person tjetër i dytë si Margarita Xhepa në skenën, e veçanërisht në skenën e teatrit kombëtar, ku ajo ka luajtur në fakt role të shumta, pak më parë përmenda mbi 150 role, dhe sigurisht që pjesa më e madhe e këtyre aktorëve që kanë ardhur sot për të përcjell, le themi, për të përcjellë këto homazhe, për të bërë edhe përkujtimet e fundit, kanë luajtur një pjesë të mirë të skenave bashkë me të, kanë qenë kolegë një pjesë e tyre kanë mësuar nga, le themi, arti i aktrimit që vetëm Margarita Xhepa dinte të bënte më mirë në fakt, dhe sigurisht që edhe ato që ne kemi marrë në intervistë vetëm pak momente më parë, ato aktor apo bashkëpunëtor të saj gjatë karrierës janë shprehur të pikëlluar. Mesi, unë po të falenderoj për gjithë sa solla në vëmendje, të përshëndes.